muaj më përpara filluan të gjithë organizimet. Edhe në Turqi kështu një ambient kishte sot, shumë interesant. Kim orën 5 të mëngjesit, të gjithë anës e Turqisë, ato parket ose stadiumet çdo vendet me video wall, ose me disa organizime, të gjithë tifozat u mblodhën. Edhe atje bashkitë, mini bashkitë ose disa organizatorët të ndryshëm, këta dhanë një mbështetje edhe mëngjesin atje shpërndanë, të gjithë tifozët atje u mblodhën familjarisht me fëmijët, me gratë, me të gjithë. Edhe ndeshja filloi me orën të Turqisë, me orën 7, vetëm të gjithë u habitëm përpara televizorit. Unë për shembull isha në shtëpi, nga shtëpia e ndjeka. Një lojën të fortë, ose kysh e kishte lojtur 24 vjet më përpara në kampionatin botëror në kohën atëre. Si ajo nuk puloi, nuk vazhdoi. Edhe pastaj goli i pari erdhi, pastaj i dyti. Po bravo, 2-0 boll, aqesh pastaj. Patjetër, edhe endrat u mbaruan, themi, të gjithë tifozët të Turqisë. Të pyes pak, si ka qenë reagimi mediave, sepse prisin një rezultat pozitiv të Turqisë, sepse kishte kaq vite që nuk merrte pjesë në Kupën e Botës, sallonet e mëdha të futbollit botëror. Si ishte reagimi që erdhi pikërisht pas saj humbje? Diçka tjetër pritej? Neve të gjithë media e Turqisë, vërtet kështu një gjë, Turqia darja të ndeshjen me Kosovën ose me Makedoninë, ki atëre shumë taktikët, çdo variacionet ishin shumë të dobët, ki atëre koha ditë për ditë cilësia e ekipit ishte ullur, sepse Montellën nuk e pëlqej, edhe media nuk e pëlqen, sepse një trejner i mirë jo, një futbollist i mirë ka qenë, vërtet ashtu, vetëm një histori ose një çmim të lartë nuk ka fituar në futboll si trejner, edhe këtu në Adanaspor disa klube ka marrë, vetëm në Turqi kur erdhi në ekipin kombëtar, vërtet kishte shumë shans, vetëm këtu ekipi atia, ose disa menaxherët, ose kështu të them, ky kryetari e Federatës e Futbollit, sepse kryetarët e Federatës e Futbollit nuk din futbollin këtu. Kush di futbollin ata nuk i vënë, kush nuk di futbollin ata i vënë në krye, edhe pastaj e lamësin. Bora, çfarë shansesh ka Turqia tashmë që të vazhdoj më tej në grup? Për mua nuk ka shans pas kësaj, sepse neve sot pritnim ta fitonte 2-0 e humbëm. E mendoj, Paraguajin e mundim, vetëm Amerika është në zonën e vetës, pandaj Amerika më të paktë një barazim të këput atje, nuk ka një shans, edhe averazhin duhet ta rregullojmë, edhe ashtu një gjë nuk e kam parasysh, sepse variacionet shumë të dobët, motivacioni shumë i dobët, futbollistit... Sa e bukur ishte kjo fjala, variacionet. Më pëlqeu shumë. Faleminderit. Sa flasin do të shqipjen kaq, sepse këtu kemi lindur... Ti ke lindur atje dhe e flas shqipen më mirë se mua. Jo, shumë faleminderit. Dhe komplimente për këtë, sepse dëshira jote për të folur